Ai u ringjall. Me të vërtet u ringjall. Të dashur dëgjues të Radio Marisë së Kosovës, ju ftojmë të lusim së bashku mbrëmsorën. Sot është e mërkur gjatë 8 ditësh të Pashkëve. O hy më eja në ndihmë, O Zot, shpejto të më ndihmosh. lavdiatit e Birit e Shpirtit Shenjtë. Si ka qenë në fillim ashtu tash për gjithmonë në jetës. Amen. Aleluja. Himni. Ndark të qengjit parafolës, të bardhë dhe me robë shpëtimi, pasi u shfaq deti i kuq, ti këndojmë Krishtit kryeprincë. Trupi i tij kreti shenjt, në altar të kryqit i flijuar, duke shijuar dhe gjakun, ne në Zotin për të jetuar. Mbrojtur në mbrëmje të Pashkës nga engjëlli i shfarosjes, u çliruam nga zgjedha e faraonit të egër. Tash Pashka jonë është Krishti, edhe qengji që u vra pa faj, që për ne flijoj trupin me pastërti të ndorme. O flije denjë dhe e qiltër, nga e cila u shem ferri, turma e robruar çlirohet, vlerat e jetës po kthehen. Ngrihet Krishti Zot prej varrit, kthehet fitues nga humnera, tirani në vëndër pranga dhe e hapdyert e parajsës. Për herë ti rrofsh ndërmendje, o Krisht gëzimi i Pashkëve, dhe me hir të rilindur në triumfin tënd bashkona. Jezus, ty të qoft lavdia, që shndrit me mundje të vdekjes, bashkë me atin e me shpirtin, ndër gjithë shekujt burim jete. Amen. Antifona e parë. Maria Magdalene dhe Maria tjetër shkuan për të parë varrin, për ta nderuar trupin e varrosur, por nuk e gjenë Zotin. Aleluja. Psalmi 110, rreshtat 1 deri 5 dhe 7. I tha Zoti Zotit tim, rre në të djathtën time, derisa ti vë armiqtë e tu, shtroj për këmbët e tua. Skeptrin e pushtetit tënd Zoti do ta shtrinj nga Sioni, sundo midis të armiqve të tu. Ty të përket më i larti pushtet, në ditën e fuqisë sate, në shkëlqime të shenjta, nga krahrori para yllit të dritës unë të linda. Zoti u përbetua, asesi s'do të pendohet, ti je prift për amshim në mënyrën e Melkizedekut. Zoti është në të djathtën tënde, i dërmon mbretërit ditën e zemrimit të vet. Në udhtim ujë do të pi prej përrojit, prandaj lart do ta ngrej kokën. Lavdiatit e Birit e Shpirtit Shenjtë. Si ka qenë në fillim ashtu tash për gjithmonë në jetës. Amen. Maria Magdalene dhe Maria tjetër shkuan për të parë varrin, për ta nderuar trupin e varrosur, por nuk e gjenë Zotin. Aleluja. Antifona e dytë. Ejani e shikoni vendin ku që vën zotria së vdekuri. Aleluja. Psalmi 114, rreshtat 1 deri 8. Kur Izraeli doli nga Egjipti, shtëpia e Jakobit nga populli barbar, Judeja u bë shëndrorja e tij, Izraeli zotrimi i tij. Po adeti dhe i bëri rrugë, Jordani u kthye prapazi, malët kërcyen si desh, kodrat por si qengja delësh. Çpate o det që ike, e ti o Jordan që u ktheve prapazi, ju o male përse kërcyet si desh, e ju o kodra por si qengja delesh. Dridhu o tokë para fytyrës së Zotit, para fytyrës së hyjit të Jakobit, që shndron shkëmbin në liçen ujrash, edhe qetën në burim ujit të gjallë. Lavdiatit e Birit e Shpirtit Shenjtë. Si ka qenë në fillim ashtu tash për gjithmonë në jetës. Amen. Ejani e shikoni vendin ku që vën zotria së vdekuri. Aleluja. Antifona e tretë. Thot Zoti, mos keni frikë. Shkoni e lajmëroni vëllezrit e mi të shkojnë në Galile, atje do të më shohin. Kënga krahasojmë librin e Zbulesës, kapitulli 19, rreshtat 1 deri 7, dasma e qengjit. Aleluja, shëlbem, lavdi dhe pushtet hyjë ton. Sepse gjyqjet e tija janë të vërteta dhe të drejta. Aleluja. Aleluja, lavdëroni hyjin ton të gjithë shërbëtorët e tij. Të gjithë ju që e druani, të vegjël e të mëdhenj. Aleluja.
Aleluja, mbretëron Zoti. Hyj ynë i gjithë pushtetshmi. Aleluja. Aleluja, le të galdojmë e të brohorasim. Dhe t'i japim lavdia ti. Aleluja. Aleluja, sepse erdhi dasma e qengjit. Gati është nusja e ti. Aleluja. Lavdiatit e Birit e Shpirtit Shenjtë. Si ka qenë në fillim ashtu tash e përgjithmonë e jetës. Amen. Thot Zoti, mos keni frikë, shkoni e lajmëroni vëllezërit e mi të shkojnë në Galile, atje do të më shohin. Leximi i shkurtër marr nga letra drejtuar Hebrejve kapitulli 7, rreshtat 24 deri 27. Jezusi mbasi mbetet përgjithmonë, ka priftërinë që nuk kalon kurrë, këndej edhe mund t'i shëlboj plotësisht ata që nëpër të i afrohen hyjit, sepse gjithmonë jeton për të ndërmjetësuar për ta. Vërtet një kryeprift i tillë edhe na lype i ta kishim, i shenjtë, i pafajshëm, i panjoll, i ndarë nga mëkatarët dhe i më i madhërueshëm se qiejt, i cili s'ka nevojë sikurse ata kryepriftërinë tjerë të kushtoj si një ditë për ditë fli më parë për faje të veta dhe pastaj për faje të popullit, këtë ai e bëri një herë për gjithmonë kur e flijoi vetveten. Kjo është dita që e bëri Zoti. Aleluja. Të gëzohemi dhe të galdojmë. Aleluja. Kënga ungjillore Magnificat, antifona. Hyn në shtëpi, gjatë darkës Jezusi mori bukën, u falenderua, e theu dhe u dha nxënësve të vet. Aleluja. Kënga Virgjës së Lume sipas Lukës ungjilltar kapitulli i parë, lartësimi i shpirtit në Zotin. Shpirti im e madhëron Zotin. Shpirti im e harej brohorit hyjit shëlbuesit tim. Sepse shikoj me pëlqem mbi shërbëtoren e vet të përvuajt. Qëse që tani të gjitha brezni do të më quajnë të lumtur. Sepse punë të mëdha bëri për mua hyji i gjithë pushtetshëm. I shenjtë është emri i tij. Mëshira e tij brezni më brezni. Për ata që e druajnë. E tregoj fuqinë e krahut të vet. I hodhi poshtë qëllimet e krenarve. I rrëzoi princat prej froneve të tyre. E i lartësoi të përvuajturit. Me të mira i mbushi ata që s'kishin ç'të hanë. E të pasurit i nisi duar thatë. I ndihmoi Izraelit shërbëtorit të vet. Duke sjellë në mend mëshirën. Si u apati premtuar etërve tanë. Në të mirën e Abrahamit e të pasardhësve të tij në amshim. Lavdiatit e Birit e Shpirtit Shenjtë. Si ka qenë në fillim ashtu tash për gjithmonë e jetës. Amen. Hyn në shtëpi, gjatë darkës Jezusi mori bukën, u falenderua, e theu dhe u dha nxënësve të vet. Aleluja. Lutjet e besimtarve, ta lusim Jezu Krishtin, i cili u ngjall prej të vdekurve dhe rri në të djathtën e Atit, e me lutje të përzemërt i themi: O Krisht, ti që për herë jeton, na dëgjo. Le të bjerë ndërmend o Zot për të gjithë ata që të shërbejnë ty. Që popullit tënd t'i japin shembull të jetës së shenjtë. O Krisht, ti që për herë jeton, na dëgjo. Jepua udhëheqësve të shtetit shpirtin e drejtësisë dhe të paqes. Që këtu në botë, në familjen e mbar njerëzimit, të mund të jetojmë në harmoni. O Krisht, ti që për herë jeton, na dëgjo. Drejtoj ditët tona në shpëtimin ton. Dhe rrete prodhimin e tokës që të gjithë të mund ta kenë bukën e përditshme. O Krisht, ti që për herë jeton, na dëgjo. O Krisht shpëtimtar, ti e shndrit mbar botën dhe çdo krijesë që i nënshtrohet shkatrimit, e thirrë në jetë. Jepu vëllezërve tanë të vdekur dritën e amshuar. O Krisht, ti që për herë jeton, na dëgjo. Ati ynë që je në qiell, u shejtroft emri yt, ardh mbretëria jote, u bëft vullnesa jote si në qiell ashtu në tokë. Bukën tonë të përditshme na i jep sot, na i fal fajet tona si i falim ne fajtorët tanë. E mos na lër të bijem në tundim, por na liron nga i keqi. Amen. Të lutemi.
O hyj i gjithëpushtetshëm, ti bën që vit për vit ta kremtojmë gjalljen e Krishtit, bëj që me anën e këtyre festave të përkohshme, tu arrim gëzimeve që s'kan barim, në për Krishtin Zotin ton. Amen. Zoti na bekoft, na ruajt prej çdo së keqeje dhe na udhëheq në jetën e pasosur. Amen.